Partia Demokratike ka kërkuar këtë të hënë pezullimin e procesit të përgatitjes së materialeve zgjedhore për votuesit nga jashtë, pa rregullësie që është konstatuar gjatë printimit të etiketave të adresave. Sipas kërkesës së Partisë Demokratike, kjo ka sjellë mundësinë që një zgjedhës të marrë 2 zarfe, duke krijuar rrezikun e 2 fishimit të votave dhe shkeljes së procesit zgjedhor. Bashkuesit e BD-s kanë raportuar për 14 raste të tilla, edhe pse mund të ketë edhe më shumë. Në një email dërguar kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, kërkoi pezullimi merrnjëhershëm i procesit të përgatitjes së materialeve zgjedhore. Megjithatë, burimet nga Partia Demokratike konfirmuan për mediat se procesi ka vazhduar në Pallatin e Sportit dhe se janë regjistruar proces verbale për çdo rast të dyshim të etiketuar. Për këto pretendime janë informuar dhe përfaqësuesit e OSB-i Odirit. Nga ana tjetër, përfaqësues të KQZ-s kanë shpjeguar se bëhet fjalë për një keq kuptim, duke thënë se një diferencë për 2% e materialeve zgjedhore është prodhuar në rast të dëmtimeve të mundshme për të zëvendësuar. Ata kanë siguruar gjithashtu se sistemi i operatorit postar është i dizenjuar për të parandaluar dërgimin e 2 zarfeve për një zgjedhës të vetëm. Ky sqarim ka për qëllim të hedhë poshtë frikën e dyshimit të votave dhe të sigurojë procesin e rregullt zgjedhor.